flen, Hasmi nuk flen. Ne duhet të themi uj flen, opozita nuk flen. Se po fjeti e merr lumi. Ndaj dhe ne duhet jemi në këmbë në çdo kohë, në çdo rast, në çdo përpjekje. Kështu që e thirrëm këtë mbledhje këtë ditë për probleme jashtëzakonisht të rëndësishme të partisë dhe të vendit. Sot udhkryqi në të cilin e ka vendosur regjimi Shqipërinë po bëhet gjithnjë e më rrezikshëm. Po bëhet më rrezikshëm se kur më parë. Edi Rama, pas faktimit, pas dokumentimit të implikimit të tij direkt në një mori aferash korruptive, në dosjen Balluku dhe jo vetëm, pas faktimit dhe dokumentimit se Akshi është kopshti privat, në fakt është grope e zezë e lindave Trabs dhe vetë ati.